Prokuroria e Fierit në bashkëpunim dhe me policinë kanë vënë në pranga drejtuesin e kompanisë Bankers Petroleum shtetasin kinez Hongping Jiao si dhe ish administratorin Leonida Çobo, ndërsa është ndaluar dhe një person tjetër. Arrestimet vinë një vit pas vendimit ndërkombëtar të dhomës së tregtisë në Paris, që ka hedhur dritë mbi mosmarrveshjet ligjore mes Bankers dhe shtetit shqiptar, duke urdhëruar kthimin e 236 milion dollarëve nga kostot e pretenduara nga Bankers dhe kundërshtuar nga AKBN-ja, të cilat janë refuzuar dhe deklaruar të parikuperueshme. Gjatë ditës së sotme në ambientet e kompanisë janë kryer kontrolle me vendim gjykate lidhur me dyshimet për abuzime, evazion fiskal dhe pastrim parash. Forca policie të shoqëruara dhe nga një furgon i drejtorisë së përgjithshme të tatimeve kanë hyrë në ambientet e zyrave qendrore të kompanisë, e cila operon në sektorin e nxjerrjes së naftës në fushën e Marinzës. Kompania është përballur dhe më parë me akuza nga autoritetet tatimore dhe doganore për mospërmbushje të detyrimeve ligjore ndaj buxhetit të shtetit. Bankers Petroleum është prodhuesi kryesor në industrinë e naftës në Shqipëri. Prej vitesh ajo administrohet nga sipërmarrës kinez, të cilët e blen kompaninë nga investitorët kanadez.